Mungesa e sistemit të vaditjes po kthehet në një problem serioz për fermerët e trushit. Tokat e këtij fshati ndër dekada kanë qenë të njohura për prodhim të lartë dhe cilësor, por vitet e fundit, thatësira e vazhdueshme po ndikon negativisht në rendimentin e tokave bujqësore. Sipas fermerëve, tokat e trushit nuk kanë më të njëjtën cilësi. Ata thonë se sot, krahasuar me 5 vite më parë, një dynym tokë prodhon 10 kuintal më pak, si pasojë e mungesës së një vaditjeje të qëndrueshme. Po s'ma vadit në skena asaj prodhimit, po s'u vaditën tokë. Qa qeli kanal atje me shku me verifiku për mua zera. A zera kret. I kanë bëta ura zotin dhe me kena njes, më njët me zetora. Shkoj i që në kanoni, shkoj më bërë që gjejmë ati. Së zdëm dhe tokë, tokës më bërë që të që. Këtë e mjavë, pa vadit. Asë njësë kanë banë vaditet. Dona vaditet janë prishun. A dhe më toka për i thatësinës? Oj, si zë plos toka. Marë me posa ba toka. Qik me një kresë. Janë që koma të zgënë. Janë bë janë që gjistë më. Këto aska uj, aska asisam. Bëjësia është marume, prejtë në kimike në shtrajta. Unë kam mjallë vëtë dëllëm kalamajs, nuk i bajnë 5 kental. Po së në vadit, nuk ka uj. Kur s'ka uj, nuk ka bereset. Qa bani si rrugë zgjedhje? Shë rrugë zgjedhje, presëm zotin cilë si në halin në i pikëshisë, nësh nuk banë. Nuk e në bëtë dhe në 15 kental kalamajs për dëllëm, a mu sëtë si banë as 5. Se nuk prodhon më toka. Nuk prodhon më toka, plehnët kimike kanë shku në stratosferën, nuk jenë të zotë as me hahal. Unë këtë mjallë e 10 dëllëm kalamajs, 10 dëllëm kalamajs, më dojë 1 milion lek. Unë 1 milion lek nuk i marrë prodhim. Atëherë mundi një vjeqar jemi është me punu pa lek. Sa i thojnë me punu pa lek. So në mjallë 1 milion lek ka dhamë vetëm shpenzime, mund të marrë 1 milion e 200, po i thojmë me qunë maksimum. Fermerët e kësaj zone numërojnë shumë probleme që po i detyrojnë të lënë tokat djerë, rritja e kostos së punimit të tokës, rritja e çmimeve të farave dhe kimikateve të tjera, si dhe mungesa e vaditjes së tokave, pa përmendur përmbytjet e vazhdueshme të dekadës së fundit. Reduktimi i bugjësisë është një kosto shtesë për ekonominë lokale.